Fushata kombëtare e vaksinimit antigrip vjen me intensitet të lartë në të gjithë vendin tonë. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Efis Sala ka bërë të ditur se mbi 130.000 doza vaksina antigripale janë aplikuar në të gjithë vendin gjatë javëve të para të muajit tetor. Gjatë një vizite në qendrën shëndetësore të Shënkollit në Lezhë, Sala tha se vetëm në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Lezhë janë aplikuar mbi 3.500 vaksina. Mjekja e qendrës shëndetësore të Shënkollit vuri thekë në rëndësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve për marrjen e vaksinimit antigrip si një masë mbrojtëse ndaj sëmundjeve sezonale. Ajo theksoi se krahas vaksinimit një fokus i veçantë po i kushtohet edhe kryerjes së kontrolleve mjekore të herpashershme me qëllim zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe parandalimin e përkeqësimit të tyre. Ndër të tjera, ministrja ka theksuar duke falendëruar ekipet mjekore dhe infermierët për përkushtimin e tyre që prej ditës së parë të nisjes së kësaj fushate. Ajo është shprehur se vaksinimi është një masë për mbrojtjen e shëndetit, veçanërisht për grupet më të rrezikuara. Vaksinat janë falas dhe të disponueshme në të gjithë qendrat shëndetësore në vend. Prioritet në këtë fushat u jepet të moshuarve, personave me sëmundje kronike, grave shtadëna dhe personelit shëndetësor. Fushata synon të mbrojë popullatën nga virusi i gripit sezonal dhe të parandalojë përhapjen e tij në komunitet, veçanërisht në praktësinë së dimrit.